Dhe një tjetër shënim i javës, gjeti dhe progres raporti 2025 për Shqipërinë. Raporti ka vlerësuar me superlativa atë që është quajtur përparimi i pashembull, progresi i pashembull i Shqipërisë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, me hapjen e 5 nga 6 grup kapitujt për negociatat në vetëm 11 muaj. Uroj dhe besoj që do të hapim dhe grup kapitullin e 6 përpara përfundimit të këtij viti. Dhe duke ju kujtuar gjithë se si disa e përqeshnin apo e nënçmonin atë që unë thosha se në 2027 do të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian, duke më thënë se kjo ishte një shpikje dhe kjo nuk kishte asnjë lidhje me vullnetin e Bashkimit Evropian, progres raporti e thot shpremisht që ne kemi treguar se jemi gati të plotësojmë teknikisht kushtet për përfundimin e negociatave brenda vitit 2027. Pse? Sepse ta jemi ne, ky jam unë, kjo është Partia Socialiste e Shqipërisë.